ka me vendos në Rinas, ka me pritë dhe Rama, dhe krejt populli shqiptar. Bravo! Eduard Trovasin, personat të cilët kanë dalë në këtë konferencë. Kjo është në vazhdim në kundërshtimeve të organizatave të dala nga lufta, në këtë rast të kryesive 3 organizata veteranëve, invalidëve dhe familjeve të dëshmorëve, se ju e dini që ne nuk e kemi njoftë këtë gjykatë, e kemi kundërshtuar dhe mendoj se gabimi më i rëndë, jo vetëm luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, por popullit edhe institucionet, po flas përgjithësi kombit tonë është bërë që ju është dhënë mundësia të krijohet një gjykatë e tillë mbi shpifjet e një raportit të senatorit Dik Marti dhe nuk është argumentuar deri me tani asgjë nga ato shpifje kënd se ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë trafikim organesh. Unë po e them se institucionet e Kosovës, karrierët e institucioneve të Kosovës nuk është dashur dhe nuk duhet të rrinë duar kryqë, jo të përzihen në drejtësi, por reagimi tyre dhe kërkesa tyre të qoftë në institucionet e drejtësisë ndërkombëtare është dashur që të kërkohet argument mbi këto shpifje dhe mbi gjithë këtë që po ndodh luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Të merret presidenti nga pozita e kryetarit të shtetit, të dërgohet në Hag dhe të ngritet një akt akuzë mbi shpifje, mendoj se është padrejtësi e madhe dhe prek edhe në themelet e shtetit, po gjithsesi prek në lirinë për cilën kanë luftu, kanë sakrifu dhe mbi gjitha është vullos kjo pjesë që sot e gëzojmë lirinë që quhet Kosovë me gjakun e dëshmorëve, gjymtyrë të invalidëve dhe me luftën e parrishur të veteranëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës.